Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa zhvilloi këtë të martë një vizitë zyrtare në Prishtinë në kuadër të turit të tij në vendet e Ballkanit Perëndimor, përpara samitit të ardhshëm mes Bashkimit Evropian dhe rajonit. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, Costa u takua me ushtruesen e detyrës së presidentes Albulen Axhiu, kryeministrin në detyrë Albin Kurti, si dhe me përfaqësues të tjerë të partive opozitare. Vizita u përqendrua tek marrëdhëniet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, te procesi i integrimit evropian, si dhe zhvillimet politike në rajon. Kryeministri në detyrë Albin Kurti e priti Kostën në një takim ku diskutuan çështje që lidhen me perspektivën europiane të Kosovës, reformat institucionale dhe bashkëpunimin me institucionet e BE-s. Më herët gjatë ditës, presidenti i Këshillit Evropian u prit edhe nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulen Axhiu në një takim të zhvilluar në presidencë. Vizita e Kostës konsiderohet një sinjal i rëndësishëm i angazhimit të Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor, në një kohë kur Brukseli është duke intensifikuar përpjekjet e tij për të afruar vendet e rajonit me bllokun evropian.